falënderimi dhe lavdërimi të kanë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, jetojmë me një kohë ku shumë njerëz vuajnë nga ankthi, nga stresi, nga depresioni, nga problemet e lloj-llojshme, nga pasiguria dhe nga trishtimi. Edhe kundërta e kësaj është qetësia e zemrës dhe shpirtit që mund ta gjejmë në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, ose duke u mbështet te Allahu fuqiplot. Të dashur vëllezër, realisht sot njerëzit i kanë të gjithat mirat. Kanë shtëpi të mëdha, kanë pare, kanë të holla, kanë mjete moderne. Po, të gjithë ne kemi mjetet moderne. Kanë teknologji të avancuar, që më herët prindërit e tanë si kanë pasë. Por zemrat e tyre shpesh herë janë të shqetësuara, të mërzitura. Të ndershëm vëllezër, ka njerëz që natën nuk flenë nga shqetësimet, nga gajlet dhe nga problemet. Edhe ka të rinj dhe të reja shumë që e kanë humbë shpresën për me vazhdu me jetët e tyre në këtë botë. Ose ata mendojnë që ardhmëri nuk kanë. Ka shumë prindër që shqetësohen për fëmijët e tyre, se si do t'ja bëjmë më tutje. Mirë po ka njerëz që para tjerëve buzëqeshin, ndërsa vetë u luftojnë me dhimbje dhe gajle dhe probleme të randa. Të ndershëm vëllezër, Islami si fe a e mohon ekzistimin e problemeve? Jo. A e mohon ankthin? Jo. A e mohon depresionin? Jo. A e mohon gajlet? Jo. Po çka bën Islami? Islami ta tregon rrugën që ti, kur të përballohesh me këta që i përmendëm, se si ti te i kalojsh këta situata më lehtë dhe më mirë. Të ndershëm vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të linjt i kishte vdek baba. Muhamedi sallam pasi që i bëri 6 vjet i vdiq nana. Muhamedi sallam kur i boni 8 vjet i vdiq gjishi Abdul Muttalib. Muhamedi sallam pastaj i vdiq edhe Axha që e mbikëqirte dhe mbronte Ebu Talibi, por në atë vit i vdiq edhe bashortja e tij Khatijja ose Hatijja radhiyallahu anha. Edhe ai vit u quajt viti i mërzis dhe i pikëllimit. Mirë po Muhamedi sallam u dorëzu? Jo, nuk u dorëzu. Nuk u dorëzu, por vazhdoi. Vazhdoi edhe në Mekë me lloj-lloj problemi, me lloj-lloj ballafaqimi, pastaj shkoi edhe në Medinë e formoi shtetin. E së të kësaj dite, emri më së shumti që përmendet në botë është emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, çka thot Zoti në Kur'an? Thot inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Thot pas me të vërtetë, inna përkthehet shqip me të vërtetë. Do më thonë s'ka dyshim këtu, me të vërtetë. Me vështirësi që secili mund ta ketë, vjen lehtësimi. Vërtet, me vështirësinë vjen lehtësimi. Pa ka jetë pa gajle, pa ka jetë pa vështirësi, a ka jetë pa probleme, a ka dikush që mundet me më thonë mu asë njëherë se më ka dhimë dhëmbi, por më ki njënë 500 miliard. A ka dikush në botë që mundet me thonë unë asë një gajle se kam, nuk mundet. Se cili për e nesh, ka mu ballafaqu me smundje, me sprova, me gajle, me probleme. Mirë po, si ti dalim balë problemeve, e para.
Të ndershëm vëllezër, sa më shumë ta përmendim Allahun fuqiplot, edhe sa më shumë mbështetuni te Allahu fuqiplot për mi te kalu problemat e lloj-llojshme që na ndodhin juve dhe mua. Thot Allahu në Kur'an, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", a nuk është e vërtet se me përmendjen e Allahut fuqiplot qetësohen zemrat? Vallahi e vërtet. Por pos ai që nuk do me pranu të vërtetën, edhe lufton mos me pranu të vërtetën. Ama nëse besimtar, vallahi, me qenë lidhur për Allahun dhe me përmend Allahun, vallahu, Allahu fuqiplot ka me lëshu mëshirën e vet dhe kina mu qetësu. E dyta, namazit të ndërshëm vëllezër. Muhamedi sam i thot, o Bilal, ja Bilal, e rihna bis salati, o Bilal, na qetësove zemrën duke e thirrë ezanin dhe me namaz, ta falim namazin. Namazi e qetëson njeriu. Pashallon me miliona probleme mi pas. Vetëm me dal sabat tash, në sabat, namazin e sabatit. Edhe mu lidh për Zot. Wallahi, zemra jote ka mu bon më e pastër se sa krit vitet tjera. Po, fatkeqësisht. Allahu i shpërbleft dhe i mëshiroft dhe ju dhash të mira atyre që asnjëherë nuk e lën namazin. A neve tjerëve që dim me ka pak prej namazit, e duke mendu se kina mi dal gjash dënjans pa e fa namazin, e vallahi ka bëjmë kina. Nuk ka mundësi. Por atë shka kunem se vetën e juve të gjithëve. Namazi dhe vetëm namazi. E treta, duaja të ndërshëm dhe zërë. Duaja, tash ka mu bon zeft. Ju mendoni se kuron zeft, Zotin nuk e pranon duat. Jo valla, edhe kuron zeft i pranon, edhe kura ftoft i pranon, edhe kura koha tamam. As në zeft, as ftoft. Valla i pranon. Po kitë në varet nesi kina mu ju dorzu Allahut. Edhe në qëfar gjendje do t'jemi ne, kur të bëjmë dua. Amo për gajdet dhe streset dhe problemet dhe depresionet dhe ku e di unë qka ka, ke pa i mjeku këtë e pat analizën e gjakut. Se së më kujtohen tash, ato latinisht, së më kujtohen. Se cili thë, oj shala s'kam i ndirë, oj shala sheqerin e kam tamam, o këtë latinisht janë. Diçka me dalet i pak një pikë me mërzitësh. Po mërzitës se për shemë në brami e ke hangë një tepsi sheqerpare të zamë, edhe me se më ka dalë sheqerin nalë. Po shemë vëllë për thamë. O zë ke hangë 5 kg mish, pas ka mi ndirë. Namaz jo, sport jo, atë jo, këtë jo, respekt dhe prinderve jo, asë gjanë. Pile bollë mirina, se sa duhet keq me qenë. Të ndërshëm vëllezër, ud'uni astajib lakum. Më kërkoni mua, Allahu thot, unë ja pranoj juve. Më kërkoni vetë, çka na kushton e mi thonë o Zot, ma jep shëndetin, ma jep familjen, ma jep të mirën. Asë gjanë nuk na kushton. Pa pare. Një dokument me dash me shku me e marë, një javë shkon. Një dokument me edhe pagun, edhe shta hapin kur do ti. Kime prit atë në rend, sporter, një shalter, kime prit. Vete pagun e shta hapin. Bide shkon telefonin, 7.000, 10.000 dinar, 15.000, 20.000 dinar, me pare të tuja. Shkon e pagun e prit rend. Prit rend. A kuron pyetje Zotit, thot, bambe doa kur dush, neve në vinë mërzi. Për atë shkak të ndërshëm vëllezër, mos e na shkolloni duan kur keni gajle probleme. E katërta, besimi në kader. Këtë ne muslimanë të kemi pak problem kohën e fundit. Unë po filloj prej te vetja. Një problem të vogël, me njëherë janë nisim, ku e di unë, du me gjejnë një fajtor. Po jo, s'ka nevojë me gjejnë fajtor. Allahu kur ta shkruar, kanë mu lidh punët, edhe kemi u sprovu. Ama duhet me besu, në kader, duhet me besu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se ajo që të ka ndodhur nuk ka mundësi mu shmang. Dhe nga ajo që je i lirë edhe ke shpëtuar, nuk ka mundësi me të godit pa e shkrujt Zoti. Do njerë, themi ne,
Valla shpëtova, si shpëtove? Për pak si Zoti, unë e ktheva e bona, ja. Po, jo, shkak, po. Ama Allahu kur ta shkruje me shpëtu, komendohet gjithë qka ke me shpëtu. Allahu kur ta shkruje me të ndodhë dhe qka. Si ndodhë, valla u habita, më gjithë në gjumbi, se pash. Kështu e muhabeti janë, i përdis. Për atë shka këtë ndërshëm vëzër, ta besoni mirë dhe thellë dhe drejt kaderin dhe atë që e ka shkrujt Allah subhanahu wa ta'ala. E pensta, mos e izolo. Unë njof njerëz që një gajle e kanë, një gajle, o duhet m'ja tregu dikujt. Duhet m'ja qojt dertin dikujt, se pasha Allah, nëse izolohesh, vetëm si keme hump, keme shkatru vetën, ama prap ka mu marrë vesht, vetëm se ti ke mu se murë keme pas probleme të më të tjeshmi. Jo, njeriu kur ka stres, kur ka depresion, kur ka gajle, kur ka ankthë, probleme, duhet mi qajt me të shamit, me shokët e vetë, sepse të ndihmon njeriu që nuk ta merr mendja, ta mëjnë mend. Dhe e fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'mini, është e çuditshme çështja e besimtarit, thot kur ka të mira, Allahun e falënderon, ndërsa kur ka sprova, thot ai duron. Të ndërshëm vëzër, të gjithë ne kemi qenë sprovuar, ndoshta dikush tash për tash e ka një gajlet madhe, një sprovë madhe, Allahu unë ndihmoft, dhua largof gajlet. Mirë po, nësi besimtar, duhet me duru, pa marrë parasysh çka mundet me në godit dhe me në ndodh. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhennet në çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.